Nga timoni tek peneli, 83 vjeçari nga Vllora që gjeti pasionin e fshehur në pikturë. Rahmi Veli Resul Dervishaj, 83 vjeç, i lindur më 22 prill të vitit 1943 në Vlorë, ka kaluar plot 44 vite të jetës së tij pas timonit të një makine Skoda. Për dekada me radhë, rrugët, udhëtimet dhe peizazhet që i shfaqeshin përpara syve kanë qenë pjesë e përditshmërisë së tij, por vetëm disa vite më parë ai vendosi t'i kthejë ato pamje në art. Në vitin 2019, ku edhe bota ndaloi për shkak të Covid-19, Rahmiu nisi të merrej me pikturë, duke zbuluar kështu një pasion që e kishte mbajtur të fshehur për shumë kohë. Frymëzimi i tij vjen kryesisht nga natyra dhe nga eksplorimet që bënte gjatë viteve të punës si shofer, ku çdo rrugë e re i sillte një panoramë të veçantë për ta ruajtur në kujtesë. Unë jam shofer parku, shofer autobusi që në 62-shin, jam shofer i vjetër më një gjithë Vlora, dhe këtë kam pas talent, se jam i vjetër me Nestor Jonuzi, Skënder Kamberin, këto. Mirë po, unë mora drejtim, se jeta është një udhkryq. Unë mora drejtim kur fitova konkursin për lice, më regjistruan dhe në kurs shoferave. Dhe mua më pëlqeu dhe kjo dhe u shmanga. Pastaj ajo dashuria për artin e pikturës, mua më ngeli peng, se punova shofer, ushqeva fëmijët, 5 fëmijë, burë e grua 7, edhe më ngeli peng. Dhe tani, kur erdhi Covidi, në 2019, thashun, pse na mbyllën e? Thashun, ta provoj njerë talentin tim që ka qenë në frigorifer, ka qenë magazinuar. Edhe fillova unë. Edhe kam hapë, është ekspozita, kjo që shikoni ju, është ekspozita e 4 e Mirfilt e mund, mos tem e 5. Sot ai numëron rreth 200 piktura të realizuara brenda 5 viteve të fundit. Ekspozita e tij e 5 përfshin 45 punime, ku dominojnë peizazhet dhe pamjet natyrore të përkthyera në tablo me ngjyra të ralla. Ai përdor kryesisht bojra akrilike, por në disa prej veprave të tij ka eksperimentuar dhe me teknikën e vajt. Jo, kjo është surprizë, ata që më njohin mua, ky shofer ç'ne na doli piktor ky. Po ky jam unë, Rahmiu. Se kam pas dëshire, kam pas pasion në pikturën. Dhe se unë si shofer kam eksploruar gjithë Shqipërinë. Udhtoja natën kryesisht, se kështu ishte puna jonë, kështu që çoheshim 3-4 mëngjesit. Unë dhe gjithë shumë shok të mit. Edhe kam parë agime, perëndime, pamje, peizazhe shumë interesante dhe i kisha të ngulitur këto, po unë profesioni s'ma lejonte që të merja kavaletën apo të s'kisha kohë të vdisja unë, jo më të merja me pikturë. Në një studio të improvizuar brenda biznesit të tij, ai kalon orë të tëra duke pikturuar. Sipas tij, çdo ditë nis me të njëjtën ide të krijojë një tablo të re. Nuk i shes piktura, thot Rahmiu. Dua që me to të mobiloj dhomat e hotelit tim në mënyrë që çdo turist që vjen këtu të shijojë diçka nga arti dhe natyra që më ka frymëzuar. Kujtimet e bukura se njeriu që eksploron jetën, që lëviz, shikon pamjet bukura, peizazhe, mali, kodra, deti, perëndimi, agimi. Këto të bëjnë edhe tyja dhe juve, po unë që kam të akumuluar talentin në koshiencën time, unë jo dhe këto dhe thash, në fundit thash, është e fundit që ekspozit e fundit, po prap nuk duroj dot. Kam 3 muaj që po punoj për një ekspozit të 5. Unë dashuroj shumë kolorin, unë punoj me ngjyra zjarë. Ekspozit e fundit ka qenë që kam bërë dhe një libër arti unë, e kam bërë peizazhen, jo, perëndimet në Bregdetin e Vlorës, logua, perëndimet në Bregdetin e Vlorës. U pëlqyer shumë në fakt. U pëlqyer shumë dhe mua më përgëzuan. Mua nuk më rritet mendja për përgëzimet dhe tani këtë e kam dhe me perëndime dhe peizazhe dhe unë punoj me akrilik kryesisht. Edhe më kanë këshilluar miq dhe shok që janë piktor, puno me vaj, mi po vaj të mundon një qikë, se me zi thajet, dhe unë kam bërë këtu, kam dhe me vaj. Mi po nuk e di, më pëlqen në akriliku, edhe se të ndihmon akriliku se thajet dhe korrigon gabimin që ke bërë. Unë nuk kam shitur asnjë, se unë fatmirësisht, mos bëj belulin të mburem, unë kam ndërtuar jetën mirë dhe jam mirë me ekonomi, edhe unë nuk shes, unë kam bërë
për fëmit dhe për resursin mikroturistik që kam unë. Se kam një, dhe unë dua që çdo hyrje, çdo apartament të jetë një mikroekspozit për ata që do e marrin 5 ditë, 10 ditë, apo zo. Edhe nuk kam qitur, po edhe kam falur, kur më ka ndërur dorën, unë e kam psikologjisur që ma ka thënë me ndrojtje, kjo më pëlqen mua, unë si kam marrë lekat, ja kam falur. Bile dhe sot kam një rast të tillë që e fala. Fala një, tha, kjo më pëlqen. Unë ja vura në kornizë dhe ja kam dhënë sot. Unë qohem na gjumi me ëndra. Jo për pikturën, po jam ndërus qa do bëj sot, qa do bëj nesër. Në 2 të natës, se unë për moshën që kam nuk fle shumë. Edhe në 2 të natës filloj e mendoj për shumë probleme. Edhe te piktura më vete mendja, qa do bëj nesër, them. Edhe e bëj, kam program që fantazi, kompozim, fotografi. Ai rëfen se gjatë gjithë ditës mendja i shkon tek një pamje, një peizazh apo një detaj në natyra, të cilin më pas përpiqet ta hedh në telajo. Për të piktura nuk është thjesht një aktivitet artistik, por një mënyrë për të vazhduar të eksplorojë botën, ashtu siç bënte dikur në rrugët e gjata të punës së tij.